emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Amen. Vëllezër e motra, sot jemi në javën e dytë të kësaj periudhe që quhet e triotit, e kësaj para përgatitje për të hyrë në periudhën e kreshmës së madhe. Dhe siç kemi parasysh edhe siç e dëgjuam në Ungjillin e sotëm, Kisha ka përcaktuar që këtë të diel të lexohet parabolia që tregon Zoti Krisht e djalit langprishës. Shpeshherë e lexojmë e dëgjojmë këtë histori dhe ndoshta pa frikë mund të themi që është një nga parabolitë më të bukura që na ka treguar Zoti Krisht, jo vetëm për kuptimet që ka ajo, por gjithashtu edhe për atë aspekt të dashurisë së Perëndis, që shpeshherë nuk na shkon mendja direkt aty. Shpeshherë kur flasim për Perëndin e shikojmë atë si Perëndi i gjithë pushtetshëm, si Perëndia që është i pakufishëm, i gjithë ditur, si Perëndia i drejtësisë, por pak mendojmë se ky Perëndi është gjithashtu një Perëndi i dhëmshëm. Dhe në fund fare është vetëm dashuria. Për shkak të mëkateve tona, për shkak të topsisë tonë, ne fokusohemi si ata fëmijë që janë fajtor, kur përballen me prindërit e tyre, pasi kanë bërë një faje, gjëja e parë që mendojnë sigurisht nuk është dashuria e prindit, por mendojnë ndoshta për dënimin që do marrin në mënyrën se si do jetë mërzitur babai i tyre kështu me radhë. Dhe kjo në një farë mënyrë, edhe në një perspektivë, vlen edhe për neve, kur mendojmë për Perëndin. Dhe pak e shikojmë Perëndin, që Perëndia është dashuri dhe është i mëshirshëm. Parabolia e sotme, që njihet si parabolia e djalit langprishës, në pak shumë bukur mund të quhet parabolia e Atit të dhëmshëm. Sepse edhe pse duket që djali është personazhi i cili kalon në ndryshime të shumta, nga një djalë që kishte ato privilegjet bashkë me babain e tij, si djali i këtij njeriu i cili si na përshkruhet kishte shërbëtor, kishte pasuri, largohet nga babai, madje në mënyrë pa drejtë edhe të pandershme, edhe të turshme, i kërkon babait që t'i japi pjesën e tij, aftuese i takonte diçka nga pasuria e Jatit, ndërkohë që Jati ishte akoma gjallë. Zakonisht testamentet lihen pasi dikush ka ndruar jetë dhe nga pasuria që ai ka mbledhur me atë që ka, atëherë ai zgjedh t'ia ndajë fëmijëve të tij ose kush ai dëshiron. Vetë fakti që ai kërkon babait akoma duke qenë gjallë, në vetvete ai e ka bërë babain gati të vdekur. Dhe vetëm kjo mjafton për të ofenduar edhe për të mërzitur një baba, ndoshta edhe për të marrë një masë shumë ekstreme ndaj djalit të tij. Po këtë nuk e shohim në parabolinë që na tregon Zoti Krisht. Zoti Krisht na përshkruar një At i cili bën pikërisht atë që ndoshta se mendonte dikush. Ai i jep djalit të tij gjithë pasurinë ose pjesën e pasurisë që mund t'i lente ai kur ai të largohej nga kjo jetë. Dhe jo vetëm këtë, po ne e dim shumë mirë edhe siç jemi dëshmitarë shpeshherë, sidomos në këtë periudhë pas viteve 90 që shumë veta në mënyra të ndryshme vuan pasuri. Ne e dim shumë mirë që kur se çfarë pasojash ka pasuria. Edhe sidomos kur ajo vjen në mënyrë të shpejtë dhe patjetër në mënyrë të padrejtë. Atëherë ajo pasuri në vend që të jetë bekim kthehet në mallkim për atë familje. Sepse duke vendosur në mënyrë kaq të shpejtë, shpeshherë njeriu është i paaft ta administrojë atë. Dhe aq më tepër edhe fëmijët të asaj shtëpie nuk janë as mirënjohës, edhe nuk i kuptojnë mundimin ose mundin e prindërve të tyre, ose edhe në qoftë se prindërit e tyre kanë vetuar në mënyrë pa drejtë, ata interesohen vetëm për pasurinë e tyre, dhe patjetër respekti për prindërit sigurisht kuptohet që është shumë i ulët. Sepse më mirë se dikush tjetër, fëmijët i njohin mirë prindërit e tyre. Ja din topsit, ja din mëkatet,
dhe çdo gjë tjetër. Por edhe kur pasuria vendoset shpejt e vendoset siç thonë ata zengjinj të rinj janë të rrezikuar, sepse administrimi i pasurisë mbetet për herë një topsi, edhe lakmia për pasuri është një topsi shumë e madhe tek njeriu. E megjithatë, ne e dim shpeshherë çfarë ndodh me fëmijët e të pasurve, e atyre zengjinjve të rinj. Pasuria, leku, mundësitë ekonomike i bëjnë shpeshherë që të shturen për një kohë shumë të shkurtër, të përfundojnë dhe të marrin rrugë të gabuara. Dhe një prind që ka pak mençuri e kupton shumë mirë që nëse do ta prishësh fëmin, është që t'i japësh atij pasuri. Pyetja del por pse ky akt që na përshkruan Zoti Krisht, që është imazhi i aktit qellor, ky nuk e dinte se çfarë do bënte ky djalë me pasurinë që do merrte ky djalë. Ishte më se kuptueshme që ky djalë nuk ishte ndërmend të rrinte në shtëpinë e atit të tij. Edhe pasurinë do ta përdorte sipas mënyrës së tij. Të dihet shumë mirë çfarë mund të bëjë njëri kur i bie në dorë një pasuri edhe një para e madhe. Dhe çuditërisht ati lejon edhe këtë që t'i jepet e pasuria djalit, duke marrë parasysh që djali mund merrte një rrugë me të vërtetë të gabuar, siç edhe ndodhi pa u çuditur fare. Zoti na thotë që dali e përdori gjithë pasurinë e të jatit duke shkuar në për vende të pahishme, duke e shpërdoruar pasurinë, madje për një kohë shumë të shkurtër. Edhe na thuhet gjendja e tij arriti aq e mirë, sa që ajo vetëm lek nuk i mbetën më e pasuri, por s'kishte as çfarë të hante. E siç e kemi parasysh nga parabolia, na thuhet që donte të hante edhe ushqimin e derrave, që në Izrael derri ishte figurë e përbuzur, kafsha, sepse ishin nga kafshët e ndaluara në ligjin e Mojsiut, të gjitha kafshët që ishin një thundrake. Edhe në këtë aspekt ishte përbuzje e madhe, dikush të rriste derrat, pak më tepër ky kishte arritur në gjendje se do të hante dhe ushqimin e derrave. Kjo përshkruan shumë bukur në një farë mënyrë dhe Zoti na e bën shumë të qartë vizualisht se ku mund të përfundojmë neve me kalimin e kohës kur largohemi nga vullneti i Perëndis. Në fillim mund mos e kuptojmë sepse ajo dëshira, pasioni ose krenaria jonë mund të na bëjë të pandjeshëm shpeshherë për rrugën e gabuar që kemi zgjedhur. Por do vijë një moment kur edhe ne do të ndeshemi me këtë varfëri, rreth parë varfëria dhe poshllëku shpirtëror, kur çdo gjë humbet dhe s'ka më kuptim. Dhe kështu arriti ky djalë. Dhe mjerimi material në të djalë është më tepër mjerimi shpirtëror i tij, sepse ai kishte një status e birit të një njeriu tepër të respektuar. Tashmë kishte përfunduar në më të fundit e shoqërisë. Kjo në vetvete ishte dështimi më i madh që mund të mësoj dikush. Po çudia më e madhe nuk është kjo. Çudia më e madhe është se në këto kushte ky djalë në një farë mënyrë mësoi atë shokun e madh që të thriste mendjes dhe siç na thotë edhe në Ungjillin e Zotit, erdhi në vete. Po të vish në vete ndonjëherë do na duhet shumë kohë. Edhe ky djalë erdhi në vete vetëm kur arriti në fundin që s'kishte më ku të shkonte. E mirë është edhe ne të mos arrijmë në fundin për të kthyer. Por në momentin kur shikojmë që kemi gabuar rrugë, kur shikojmë që kemi ofenduar Atin me sjelljen tonë, me veprimet tona, me gjërat, me pakujdesinë tonë, çfarëdo që të jetë ajo, nuk kemi pse të presim më. Sepse kuptojmë që drejtimi që po kemi marrë nuk na drejton asgjë fundi. Përveçse në një dështim të plotë. Dhe ky djalë e ndjeu pikërisht këtë moment. Edhe ai çuditërisht pranoi që të kthehej tek Ati i tij. Mendoni çfarë turpi i madh ishte që ky djalë, me aq krenari, me aq budullëk, i kërkoi të japi pasurinë
u largua me triumfalizëm nga shtëpia. Tani kthehet tek shtëpia e atit të tij në atë gjendje të mirë. Shumë pak vetëm ndoshta do ta bënin këtë. Edhe ky është dallimi midis së pendimit të vërtet me dhe midis atij pendimit ose pishmanit që që nuk është i perëndishëm. Pendimi i vërtet është kur kuptojmë me të vërtetë është faji im, është zgjedhja ime e gabuar që kam përfunduar. Dhe nuk ka mënyrë tjetër se si vetëm ta riparoj këtë gabim, duke u kthyer pikërisht atje ku filloi edhe gabimi, tek Ati. Por pendimi i gabuar kush është? Është ajo sedra e smur, që ne mund kemi arritur në fund, por sedra e smur nuk na lejon që të shkojmë tek Ati edhe t'i kërkojmë ndjes, edhe pse jemi shumë të ndërgjegjshëm se ku ka filluar ta pjeta e rrugës tonë. Pra ky është dallimi me këto dy pendime. Ta kemi parasysh. Në Ungjillin e sotëm Zoti në një farë mënyrë lavdëron në pendimin e këtij djali lagërishës, i cili edhe pse arriti në atë gjendje, vajti tek Ati i tij, edhe t'i kërkonte rreth parë palje, sepse me të drejtë ishte sjellë në mënyrën më të keqe, më të shëmtuar që mund sillet. Jo vetëm falje Atit të tij, babait të tij, por siç thotë në Ungjilli kërkon edhe falje përpara të Zotit. Pendimi i tij ishte i sinqertë. Po tulloku i tij ishte humbur. Ai e kuptonte që e gjitha ishte faji i tij. Gjithçka ishte kapellëku i tij. Dhe jo vetëm kaq, por ai që na bie gjithashtu është që i kërkon Atit që as mos ta konsideroj djalin e tij, po ta quaj si një nga shërbëtorët. Gjithë kjo paravorë është mbushur me shumë momente, me shumë kthesa, me shumë drama, dhe vetëm analiza psikologjike shpeshherë i këtyre personazheve është jashtë shpeshherë mënyrës që mund të presim neve. Dhe me të vërtetë është e bërë një film shumë i bukur, vetëm me këtë paraboli. Edhe djali me sinqeritet ja kërkon Atit. Ishte një mënyrë për ai të shpagonte atë faj të madh që kishte bërë. Këtu vjen çudia tjetër. Ati nuk është shpeshherë si ai babai që pasi fëmia ndoshta ka bërë një zgjedhje të gabuar, ka dështuar, është rrahur, është dëmtuar, kështu vjen ke Jati dhe Jati tani i tregon, nuk të thash që ku të përfundohesh të bëj kështu, mirë të bë, e siç e kemi parasysh se shpeshherë si mund të ndodhë skenari. Që s'po themi që është gabim, por ajo që na çudit është se Zoti na jep shembullin e një Ati tjetër, i cili e pranon birin e vet. Madje thotë vendosi një unazë duke i kthyer dignitetin e birit të tij dhe duke shtruar një banketë të jashtëzakonshme, duke ftuar të gjithë njerëzit. Sepse Ati pa pendimin e birit, nuk pa dështimin edhe humbjen e pasurisë, por për të ishte fitim që biri u pendua, që djali u kthye, dhe madje një pendim kaq i madh, që u kthye në një shembull në një farë mënyrë pendimi për të gjithë ne që dëgjojmë Ungjillin e sotëm. Dhe në një farë mënyrë pa u zgjatur më tepër tek djali i madh i cili nuk pranon të vijë kështu me radhë, sepse kjo paraboli do të lexohet vitin që vjen, kur të vim përsëri në këtë periudhë dhe do fokusohemi në gjëra të ndryshme. Por përherë është një paraboli shumë e bukur, me shumë kuptime, e cila vazhdimisht na bën që të bëjmë një analizë të brendshme të vetes sonë, të marrëdhënies tonë me Atin qiellor, edhe pikërisht kisha ne vendosur përpara kreshmës që të bëjmë edhe ne kthimin, të vijmë në vete e të bëjmë të kthim tek Ati i cili po na pret me padurim me krah Atit. Amin.